narrative e partisë nuk formsohet më ekskluzivisht nga brenda, por ndikohet nga autorë të jashtëm që veprojnë sipas prioriteteve dhe logjikës së tyre. Kjo jo vetëm që krijon paqëndrueshmëri, por gjithashtu minon aftësinë e partisë për të vepruar në mënyrë strategjike. Mungesa e disiplinës dhe llogaridhënies e gjykova të domosdoshme t'ja u lexoj fjalë për fjalë ju dhe antarëve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve tanë, sepse ne të njëjtin problem kemi. Ndaj dhe ne jemi ata që duhet t'u japim përgjigje vendimtare këtyre çështjeve themelore që ngrihen kësaj analize të shkëlqyer që i ka bërë njëri nga institutet me eksperiencë më të madhe në botë, që është Instituti Republikan. Mungesa e një sistemi strukturuar komunikimi është ngushësisht i lidhur me mungesën e mekanizmave të qartë të disiplinës dhe llogaridhënies. Edhe kur udhëzimet ekzistojnë, nuk ka proces qëndrueshëm për të siguruar që ato po ndiqen. Nuk ka metodat standardizuara për të siguruar përputhshmërinë, për të matur performancën ose për të adresuar devimet. Kjo krijon një mjedis ku harmonizimi me linjën zyrtare bëhet opsional, e bëj se bëj domethënë. Antarët mund të zgjedhin të ndjekin udhëzimet ripërtrin ose të injorojnë plotësisht pa pasur pasoja të qarta. Me kalimin e kohës, kjo gryen autoritetin e komunikimit qendror dhe zbe aftësinë e partisë për të vepruar në mënyrë kompakte. Në të njëjtën kohë, mungesa e gjurmshmërisë mbi aktivitetin individual dhe organizativ ul motivimin. Kontributet nuk regjistrohen ose nuk njihen në mënyrë sistematike dhe reagimet mbi performancën janë të kufizuara. Antarët veprojnë pa një kuptim të qartë se si puna e tyre përshtatet me strategjinë më të gjerë ose si vlerësohet ajo. Pra e shifni, gjithçka në fundit shkon tek antari. Tek kaosi, dizorientimi, çorientimi që krijojmë ne me problematikat madhore të komunikimit. Objektivi strategjik. Ngritja e një sistemi operativ. Përgjigje. Instituti Republikan kërkon të ngrihet një sistem operativ. Partia nuk ka nevojë për më shumë komunikim. Ajo ka nevojë për një sistem që shndron komunikimin në një funksion operativ. Objektivi strategjik i këtij dokumenti politikash, që po lexoj, është ngritja e një platforme të centralizuar që shërben si sistem i brendshëm operativ i partisë. Pra, ne vërtet kemi problematikat tona. Por këto problematika zgjidhen nëpërmjet një platforme. Urdhë? Zgjidhen nëpërmjet një platforme për të cilën ç'është e vërteta gjatë këtij muaji kemi punuar me një grup pune jo pak që të arrijmë në përzgjedhjen e saj. Ky sistem do të ofrojë strukturën përmes së cilës vendimet përkthehen në mesazhe. Mesazhet në veprime të koordinuara dhe veprimet në rezultate të matshme. Tani, edhe kjo shpreha këtu, domethënë, rezultate të matshme, kjo kërkon që secili nga ne të matet për rezultatin. Edhe kjo është gjëja më normale. Platforma është projektuar për të aktivizuar strukturën ekzistuese të partisë, jo për ta zëvendësuar atë. Pra platforma nuk kërkon që ne
organizimin që kemi ta shpërbëjmë. Jo, ta bëjmë funksional. E thot disa herë, nëse dëgjuat, ekziston organizimi. Kjo platformë duhet të kuptohet si mekanizmi që integron strukturën e partisë në një sistem funksional. Ajo do centralizoj komunikimin, do standardizoj proceset dhe do ofroj gjurmimin e aktiviteteve në të gjithë organizatën, në të gjithë partinë. E aksesueshme nga kompjuteri, nga celulari, platforma do projektohet për përdorim të përditshëm dhe të mbrohet nga një sistem i sigur. Tani, miqtë e mi, nuk ka asgjë tjetër të veçantë përveç se të kalojmë tek përpjekjet tona. Pra kjo ishte policy paper, dokumenti politikave të Institutit Republikan për pas studimit që këta i kanë bërë Partisë Demokratike. Kur e ndëgjoni këtë dhe e lexoni, e kuptoni që ripërtritja është jetike për secilin prej nesh në të gjithë veprimtarinë tonë. Në qoftë se ndaj dhe çdo njeri nga ne duhet marrë këtë vendim, që unë do të ndryshoj.